Për të 44-ën ditë radhazi qytetarët u mblodhën këtë mbrëmje përpara godinës së kryeministrisë në vijim të protestës së tyre kundër qeverisë. Lëvizja, e cila për më shumë se një muaj zhvillohet çdo mbrëmje në Tiranë, ka ruajtur të njëjtin ritëm dhe të njëjtat kërkesa politike me protestuesit që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshim të klasës politike. Edhe protesta e mbrëmshme u zhvillua sipas skenarit të ditëve të mëparshme. Pas grumbullimit përpara kryeministrisë, qytetarët marshuan përgjatë disa prej akseve kryesorit të kryeqytetit, duke kaluar në zonën e ish-bllokut, më pas në sheshin Nën Tereza dhe duke u rikthyer në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku u mbyll edhe tubimi 43 radhazi. Gjatë marshimit u dëgjuan sërish slogane që kanë shoqëruar protestën që nga dita e parë mes tyre: Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg dhe Shqipëri e re. Organizatorët kanë për të ditur se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke theksuar se lëvizja do të përfundojë vetëm pas realizimit të kërkesave të tyre. Në këtë mënyrë, protesta qytetare po konsolidohet si një nga mobilizimet më të gjata të viteve të fundit në vend.